Ambasada amerikane në Tiranë ka përcjellë një mesazh të fortë për shtetasit e huaj, përfshirë edhe shqiptarët që udhëtojnë ose qëndrojnë në SBA me vizë. Autoritetet amerikane po zbatojnë politikën e zero tolerancës ndaj personave që kryen krime, nxisin dhunë ndaj amerikanëve apo paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare. Në udhëheqjen e presidentit Trump, Departamenti i Shtetit po anullon vizat e shtetasëve të huaj që kryen krime, nxisin dhunë ndaj amerikanëve ose kërcënojnë sigurinë tonë kombëtare, thuhet në mesazhin e publikuar nga Ambasada amerikane në Tiranë. Fakti që mesazhi është shpërndar nga përfaqësia diplomatike e SBA-ve në Shqipëri e bën atë drejt për drejt rëndësishëm edhe për publikun shqiptar. Megjithatë, njoftimi nuk identifikon shtetas shqiptar të cilëve u është revokuar viza dhe as nuk njofton një masë të posaçme vetëm ndaj Shqipërisë. Mbi 175.000 viza të revokuara. Mesazhi i ambasadës vjen në kuadër të një politike më të gjerë të administratës së presidentit Donald Trump për forcimin e kontrollit mbi të huajt që kanë marrë viza amerikane. Sipas një dokumenti të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 10 gusht 2026, që prej rikthimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë, ja revokuar më shumë se 175.000 viza të shtetasëve të huaj. Autoritetet amerikane thonë se masat kanë prekur persona që kanë shkelur kushtet e vizës, kanë kryer krime, kanë bërë thirrje për dhunë ndaj qytetarëve amerikan, kanë mashtruar amerikan, kanë abuzuar me sistemin e emigracionit ose kanë rrezikuar sigurinë kombëtare. Pjesa më e madhe e revokimeve, sipas Departamentit të Shtetit, lidhet me rastet e evidentuara nga organet ligjzbatuese. Ndër shkaqjet më të zakonshme përmenden sulmet fizike, drejtimi i automjetit në ndikimin e alkoolit, vjedhjet dhe veprat penale të lidhura me drogën. Në listën e shkeljeve për të cilat janë marrë masa, përfshihen gjithashtu drejtimi i rrezikshëm i automjetit, krimet seksuale, abuzimin ndaj fëmijëve, mashtrimi dhe përvetësimi. Qëndrimi i administratës amerikane është se viza për të hyrë në SBA nuk përbën një të drejtë të pakushtëzuar, por një privilegj që mund të humbet kur mbajtësi i saj shkel ligjin ose kushtet mbi të cilat ajo është dhënë. Kontroll më i fortë edhe i aktivitetit online. Masat nuk kufizohen vetëm te personat që janë përfshirë në vepra penale. Administrata Trump ka zgjeruar edhe procedurat e verifikimit të aplikantëve për viza. Departamenti i Shtetit njoftoi në mars 2026 zgjerimin e kontrollit të pranisë online për kategori të tjera të vizave jo emigruese. Për një sër kategorish aplikantëve u kërkohet që profilet e tyre në rrjetet sociale t'i vendosin në gjendje publike ose të hapur për të lehtësuar procesin e verifikimit. Sipas autoriteteve amerikane, gjatë shqyrtimit përdoret informacioni i disponueshëm për të përcaktuar nëse një aplikant është i papranueshëm në SBA ose mund të përbëjë rrezik për sigurinë kombëtare dhe sigurinë publike. Departamenti e përkufizon çdo vendim për vizë edhe si një vendim që lidhet me sigurinë kombëtare. Çfarë do të thotë mesazhi për shqiptarët? Publikimi nga Ambasada amerikane në Tiranë nuk do të thotë se është shpallur një ndalim i përgjithshëm vizash për shtetasit shqiptar. Mesazhi duhet lexuar si paralajmërim se politikat e revokimit të vizave për sjellje kriminale, dhunë apo çështje të sigurisë zbatohen ndaj shtetasëve të huaj, pra mund të prekin edhe një shtetas shqiptar nëse autoritetet amerikane konstatojnë se plotësohen kushtet ligjore për revokimin. Ligji amerikan parashikon prej kohësh arsye të ndryshme për papranueshmërinë ose refuzimin e vizave, ndërtoi edhe veprimtari të caktuara kriminale apo të lidhura me drogën. Por administrata Trump ka shkuar më tej me forcimin e kontrollit të emigracionit dhe vizave. Që nga 1 janari 2026, SBA ka vendosur pezullime të plota ose të pjesshme të hyrjes dhe lëshimit të vizave për shtetasit e 39 vendeve, si edhe për persona që aplikojnë me dokumente udhëtimi të lëshuara ose të miratuara nga autoriteti palestinez. Shqipëria nuk është në listën e këtyre 39 vendeve. Nga ana tjetër, Shqipëria figuron në një masë tjetër të Departamentit të Shtetit, në fuqi nga 21 janari 2026, që ka pezulluar lëshimin e vizave imigruese për aplikantët shtetas të një grupi të gjerë vendesh, ndërsa autoritetet amerikane rishikojnë politikat e kontrollit lidhur me kriterin e barrës publike dhe vetëqëndrueshmërisë financiare. Kjo është një politikë e veçantë nga anullimi i vizave për kriminalitet dhe nuk duhet ngatruar me mesazhin e fundit të ambasadës. Mesazhi i publikuar në Tiranë, megjithatë, është i qartë në një pikë. Administrata amerikane po sinjalizon se marrja e një vize nuk e përfundon procesin e kontrollit. Sjellja e shtetasëve të huaj, respektimi i ligjit dhe çështjet që lidhen me sigurinë publike mund të ndikojnë edhe në vazhdimsinë e vlefshmërisë së vizës.